Përshëndetje krejt juve miq të Automanis. Mirë se erdhët në episodin e 4 të Automanis, edhe sot kemi me ju sjellë si çdo herë tjetër gjëra shumë interesante rreth botës së automobilizmit. Edhe këtë javë e kemi një të ftuar. Këtë të ftuar e kemi shumë të veçantë. Është shumë i respektuar sidomos në botën e automobilizmit. Është zoti Selim Tahir Sylaj, i cili me rrugtimin e tij mbi 25 vjeç ka mendo krejt eksperiencën e tij sot në Automani. Ka me fol për krejt, për çmimet, për trofeet, për sfidat, për momentet që e kanë bërë me u ndihmë krenar. Nuk po zbuloj shumë, po shkoj me intervistën edhe e shohim se çka kemi me fol sot. E sonte në Automani kemi kënaqësitë, mirëpresim një prej emrave më të respektuar të automobilizmit kosovar. Një kampion që prej vitit 2002 ka jetuar me adrenalinën e garave, të shpejtësisë, ka fituar tituj edhe ka lënë gjurmë në këtë sport. I uroj mirëseardhje zotit Selim Tahir Sylaj. Mirëseardhje. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që të kam sot në Automani me fol për krejt eksperiencën tonë disa vjeçare. Liresh muj me qujt veteran në këtë sport, a? Që 25 vite aktivitet, po besoj. Nashta edhe pak duhet për veteran. Edhe pak, a? Po edhe pak. Okej. Hajde po e nisim qysh prej fillimit. Qysh ka lind pasioni për garat, për shpejtësinë, për adrenalinën? Atë kujtohet kështu, a ke pas qysh në familje të hershme, a qysh? Se fëmijë, dëshira për automjete dhe për shpejtësi, mandej të rrit ka lejmë pasion, edhe pasioni u bo sport. Prej cilës mosh ka fillu me u bo pasion edhe që e ke praktiku taman? Prej nashta moshës 5 vjeçore, 6 vjeçore. Ashtu tuk. Mos më thuaj që e ke nisë me vozit prej mosës 7 vjeçare. Jo, ma vonë dikur kër. Ma vonë. Kena nisë. Sa vjet i ke pas kër e ke ap gazin ke rrët farë? Pa i zakonisht atër është dosh me bo në i shërë, me vjellë qelësin e da i përna tani me dollë me bo. Atë kujtot në i të sirazit që ke bo? Po, ishë ko. Kënaqësi u kona po? Po, qashtë. Im ledhë shëtë ma halës, e ke Qashtë, vjellë dikur këna qelësin. fillu, dikur na mja murë biciklën, mja këthuj ma vonë, tani motorin, tani qështu si për mlindje më rritë një logje shumë të vjetër të Prishtines, edhe pak aty e ka një vetën ma gjallë, logjet kasalorve, në Prishtinë, në rrugën Gjavit Mitrovica. Ma dhe i këm kalu pak ma vonë në Ulpion, pak ma urbanizume, ma qetë, po edhe aty ka pos shumë Ke kalu në Ulpion, po ti prapë pasionin se ke lonë? As nuk e kom njetë me lonë, veç dhe sa të mlena i mu. Super. Cili është titulli ma i vlefshëm për ty, zotë Selim? E di që ke marrë çmime, që i ka dhe në hyre që prej 2002-ës ke marrë çmime, që i kemi edhe do pamje ndalje. Ku jemi këtë nga të regën ndërkohë? Kampionat e Kosovës, edhe të garave regionale është për parim Dusha. Dushi, unë nuk jem këtë, jem mas kësoj kategorie, është Valdet Kaçandulli, i cili ende vazhdojnë me na përfarcu me shumë dignitet në kampionat evropian. Për parim Dushi, Zhuqa pak e ka bo një pauzë, që zakonisht mundët me ndodhë veteranve. Kjo është Valdeti Kaçandulli. Titulli është ajo që më ka bo, tash nuk po du me i në detale, po është që më ka bo me shumë mund edhe sakrificë, edhe me budget, edhe me arsyet teknike, që e më ka bo unë i mirë. Okej, do me thonë se pas ke pas sfidë ma shumë. Po, është, për me fitu titull, është kogja sfiduse. Mirë shumë, po gara e parat kujtojt ajo? Po, më kujtojt ka qenë zëm, ka pas shumë pasion, shumë adrenalin. Apo të frika veç atë qëllimin që veç ka me fitu? Une kur kom hi nga ora, si zakonisht, s'kom pas shumë një ori, po kom menu që kom i kalu krejt, po atë... Ato kishë dhe më të fort, a? Po, aty e merë vesh. Pe jo është i doke që ashtu, po pe i mrena e merë vesh, që pak... Po se diqysh krejt e kanë që qëllime dhe që t'i denë që vesh ajo është ma i mirë edhe më fund, kur t'japen çmime që ato e kuptan. Po, na luftojna, gone marë pjesë në garën disiplinën hill climb, apo kodrinore, na luftojna kundër kohës. Kena startin finishim për që ato kilometrat, selektu ndomë në për kategori, edhe është shumë sfiduse. Se as t'i gabim, as ne nuk falet se humë kohë. Edhe kjo ka qenë se garat në autosporti kosovar datën
prej fund vitet 60-ta, vitet 70-ta me seks veçantë, 80-ta në ish Jugoslavinë, edhe kemi pas njerë që kanë morë pjesë shumë, na kanë përfarsu mirë. Kështu që na pas lufte e kemi gjetë servume. Edhe e kena vazhdu. Okej. Cili është dallimi prej garave malore, zoti Selimi, edhe garave, do me thonë, në Tash pista, ka në disiplina tjera, ka Pse janë disiplina ma të vështira garat malore? slalom, ka zanafila autosportit është fillon pe kartingut. Te ne përbuen ma të madhe kemi në garat hill climb, kodrinore, ma të vështirat janë garat rrethtore, për të na nuk i kemi praktiku për arsye të infrastrukturës edhe për arsye të kostës. Edhe, po me këto kodrinore, ose hill climb, për para ka qenë ata njerës që kanë qenë në Formula 1 ose në rally, tani kur i kanë lënë karrierën, kanë kalu në këtu, se është pak, është ma e lirë, është ma sfiduese, është zakonisht në vitet e 60-ta është shuj si gara e veteranëve, po me ecjen e kohës, mandej kanë fillu me avancu dhe mu bo profesionale edhe ma shumë. Mandej tash ka që edhe pe fillimit karrierës, pe kartingut fillojnë drejt në... Po foli për shtetet që kanë pas stazat Formula 1, edhe kanë pas DTM ose kanë pas rally, ato që janë konë ma të avancume në automotosport, ato e kanë pas qëtë pjesën që ata kanë kalu në veteranë dhe kanë morë, kjo është aja zanafila që është garat hill climb kodrinore. Po si pas teje, qka dë bën me qenë garusi mirë? Do me thonë, cilat janë një 3 karakteristika që mund është me na përmend? Disciplina, është ma shumë talent, a disciplina dhe punë? edhe këngulja. Okej. Që kjo? Po të shoh që je emocionu. Jo, fishë dhe futë të një fërqata. Ku jemi këtu? Qka po të kujton kjo? Qka po të kujton kjo foto? Se po e shoh që u preke shumë edhe... Me sështë, mo. Ishtë, falni. Janë shokët. Ndjehu i lirë me nda dhe me neve. Janë shokët e tu, do me thonë që nuk jetojnë, mo. Aksidente në gara. Jeset. Ja, kam pos probleme shëndetësore. Probleme shëndetësore. Okej. A emocionosh shpesh kështu kur i shef fotografit e vjetra? Kur i bërë që do vjetë po pak. Sa ka qenë e fort lidhja juaj, me qenë se ka që shumë emocionove? Pe fillimit. Kemi shkëmbi përvoja. E kështë. Se është qëllimi tjetër më si në tharë se... Jo, nuk është problem, se na njerëz jemi edhe në funditës, se cili kemi emocione, edhe është mirë me i shprej ato, me i nda me publikun, pse jo. Nëse ke diçka që mund dënë me shtu për këtë pjesë, e flasim. Okej, ndryshë nuk po dumet me të mundu ma gjatë, po kthejme aty të pasione jëtë, që vazhdojnë e bënë ende edhe kësaj dite. Cila fitore e jotja nuk harrot kur? Kur e merë titullin kampionatën, kategorie kështë, po është merite aty në kampionat që më kanë detyru më mënu shumë. Më kanë sfidu edhe është me bo, jo veç sëne, se individ, po është edhe ekipa, klubi, pak edhe fati, këto pjesë ku është shumë e avancu me inxinjeria këto, disa sene që nuk spjeguam, mandej pjallojna fatit. Po ata kampionat që më kanë sfidu, është ma shumë merite ty, aty një ja u shalon. Okej, mirë shumë. Gjatë kretë kohës që po flasim, i kemi dhe me thonë fotot ndalje që përna qëtë regjia. Ku jemi në qëtë vend këtua, jeni ju të vozita, po është dikush? Unë ma shumë, e kom pak probleme folë për vetën, e ma shumë i kom dërgu do fotot jo, në bashkë për vetën. Okej, unë mëj me folë, po fotografit i kena të bukra, i kena dhe garus të bukra, pesazhet, unë e kom posë qef pak edhe. Do është automjeti 2024-ës, është 8 CR, është përparim dushi me ka marrë pjesë, më s'ka bufë që është dikon
në Kroaci, edhe ka pas rast me hip në podium, me na përfaqësu mirë. Edhe diçka që potencoj një pjesë e madhe e garuzve i kanë financat vetanake. Po ndalemi bashkë që të që pjesë. Sa është problem me qëndru gjatë në qëtë sport? Shumë problem, se do të është pas me parasysh që nuk i përkraj institucionale. Normalisht ka hec për para, pak sytë edhe vesht i kanë hapë institucionet për këtë sport, po jo atë sa duhet, sepse krejt financa do me thonë bon prej juve vetë. Në qeverit e kalume, por kanë qenë kryeministër Haradina e më ndehut e këtu, dora e shtetit e ka të i falenderu edhe Vlora Domushit, ministrishës, shuzaj rastin me e përshëndet. Dora e shtetit e ka shtri pak, ato ka hekt tatimin fitim, edhe ka nimu shumë sportin. Jo veç në sportin e autosportit, po në përgjithësi. Na jena sport individualist, jena pak shtrejt, edhe ka ndihmu shumë. Pse jeni pak shtrejt? Po, është qashtu, pajisit, këtu është sport i shtrejtin. Pajisit, gumat, frent, amortizimi, vetë automjeti, vetë ekipa, vojrat e këtu e në pak ma specifike. E ka një kostot vetën edhe janë materiale shpenzuse, kështu që do të më morë me to. Përveç asoj na nuk kena në tregun tonë, do të me importu për jashtë. Edhe ajo është botë veti, decat e siguran, apo e siguran, qysh po shkon, apo funksionan. Dhe na në Kosovë jena dhe qysh si zorë qore, jena marë. Shumë e vërtet. Prap kena, qaj është këmgullja që nuk kena nalë. Po. Pavarësisht këtë sfidave, a ke menu na herë me u tërhjek? Me thonë lekët, sport se u lodha Në mo. moment, po, ajo dashnia, ka të lifar dashnia, kështu që dashnia për kjera pra po fitan. Pasioni shumë i madh. Për që të arsye edhe duhet me institucionet, me i përkradë, me thonë. Na pak shtrajt, i shtyna vetë, se nështë ashtë, dhe në qysh është, morë me lypare, diçka me borë veç na qefë. Ma shumë nështë ta... Po përfaqësimi në përgara ndërkombëtare, nuk është ajo krejt individuale. Kur s'ka mungu. Jo veç nga unë i takoj Jo, po pjesës përfaqësoni shtetin, denjësisht, kështu që sigurisht të duhet me pas ndihmë. Përfaqësu shtetin, po... Qëre, ma mirë është me na përfaqësu dikush në i sport, a diçka që është pak ma i lirë, unë e menoj që është atë. Kjo është pak ma shumë pasion, për dallimet kalumën që s'ka pos kushte edhe tash jëm pak dorën zemrën kushtet më të mira, ka për disa disiplina, ka pak infrastruktur. A duhet me pas halo? Duhet me pas. Duhet me pas më shumë stimulim, po kjo na jena si shtet i ri, shtet të shku, të zhvillu. Po për krejt ata të rinë që dojnë do me thonë me mjetë këtë pasion. Shumë ma shumë se sot që këto është një gorë që e kom pas në prevall 2000. Hajde po e shojmë pak edhe e komentojnë. Me një automjet përgaditën prej... Cilin vend e more këto? Të parin. Të parin? A, veç vendet e para? Këto jem kom pak ma i pa martu, ma i ri, ma kështë. Ma i ri, ja. Po ma i ri, shumë pasion. Apo ki presion edhe prej familjes për shkak gorave, se është një farë frike kështu? I kom për kundraze për kras. Për kras pa tjetër, po është një farë frike kështu në vete për merë pjesë në për gora. Frike, po që me bo tash. E që te i bo ekspert ashtë që ju sa kom vjetë. rohise, tash më kanë rohise, që ashtë të dyshme. Po e cek edhe vetë, Po s'mungan e. ka dalu për para e më koni pa martum. Qa ka dalu të ti, qa dalën kjo? Po ajo obligimet pak, obligimet, përgjësia, kosto. A je ma i kujdeshëm tash ajo? Po mënej që gjithëm kur ma i kujdeshëm tash, besoj që s'ki qare pa konë edhe kur t'ki vetë, dush me kohë, se puna se qelë sa bojt e i ki ato obligimet tua, familjare. Qajo? Po kjo është diçka që nuk harrohet kur. Nuk harrohet kur. Për sa minuta e keni pas, të me thonë, kohën që dasht me... Këtë në dy vëzitje është gara e shtegu Prevallës, një ka pejsazhin e mirë, ka logjistik mirë, së është hoteli Sharr, janë edhe dëm hotele tjera, Senstar, se kështë. Kjo është në Shalë Bajgorës, në 2004 të në kjo. Po, të na shtigjet i kena të mira, vlerë me theksu, kena dhe shtigjet më të mira në Evropën një glindore, është Kula, që është mojt
garë në vitet edhe në vitet e 70-ta ka qenë ndër shtigjet më të gjata në Jugosllavi, është tash Brezovica, që kanë edhe shumë logjistike, peizazh bukur, kanë hotele, motele, është edhe mirë me orë. E pak na kena stagnu, pak, se tash këta kujshit tonë jenë ndreq me zveti, jenë të përkronja një tjetërin, na kena barjera edhe politike, deri vonë tani edhe për vize, për këto, kështë që e prapë po them edhe kam një përësi për gjeneratën e re. Gjeneratën e re mësonalni, pak dërim, edhe dyshysh sa ma shumë këmgullje. Sa ma shumë këmgullje. Pse po emocionohesh kaq shumë kur po flet për gjeneratën e re? A ka ndonjë ndodhi që ti don me Yes, për ata po është tash e kanë ma lebre, e s'po vinë shumë, nuk po s'po vinë. A ke pas shumë sfida gjatë këtij rrugtimi, apo çka po të emocionon kaq shumë? Jo, mëra, ku pas ma, po edhe qysh, po përfaqësoj për shumë njerëz, për ata. Edhe për ata. Kuptoj. Po fëmijët, a dojnë me ndjeku pasionin e babit, ajo? A e kanë edhe ata këtë, ajo ka lind për pasionin Ka pak një qunë kartingë e kështu, po qëfare kom poqë. S'po dojnë? Kanë qef shtë këshyren e me në vete kështu, po atin bota femrur është pak ma... Ka është gjimnastike, në ashtu, janë qika mu dhe ka qenë gjimnastik, e dyta në futbol. Kjo e treta 6 vjetë, kjo alotë, alla ka otë, po... Mirë, ti si prindje ma rehat. Atin qysh, nuk du më janë përnu, nëse ka qef. Veç nëse kanë pasion. Po për ndryshe, nuk janë përnej. A qef kam, po nuk janë përnej. Jeta është e dyta është ma... Do me thonë qefin e kitë madha frikën nuk e kitë? Se për... Jo, se. Perfekt. Edhe diçka, kur është puna të frika, këm pas rast me pas ekip shumë të mirë, klub shumë të mirë, me përvoj, edhe disiplinum pak edhe toshpër, edhe na kanë qërtu, na kanë ashtu për arsyet sigurisë, për mrena si vëzit si e i sigurt, se e ki kafazin, e ki ulsën, e ki rrypat, i ki veshmbathjen, i ki ato edhe nëse ndodhë në aksident, ose rrjedhen ato likuidat e videtet në i zjarë, që në Kosovë, shqyqër zotit, nuk e na pas të lashe serioze, përveç që ka ndodhë aksidente, na jarë shtu, po a ka ndodhë në janë aksident i ranë që e marë mena jo? Personalisht, po, qysh, ja. Edhe juve personalisht? Që i kom thuj cilë është aksidenti ma i ranë që në kom pas fundit, se kom pas aksidente kështë. E edhe si pisë duket është pak me fështirë. Kom pas aksident, kër kom u kontrolën dhe kom përmi 150 km në orë, 2004-ën, edhe më rëtullu me kërë kështu, kom talë për ma pak se 2 sekunde e gjysë për i kjerët, tani më ngërën grezat, atë i shkën kom të këshere bledve, kështu atë. Po që të pjesë e kom të thuj me ashtin këto, nuk e kom nëse mëntuse. Okej. Kom edhe aksidente tjera. Në i lëndim tjetër? Po, që brije. Edhe prapë si e ndalë? Jas, nuk ka, se më nalë, për qatë punë. E kom pasion, e bëjë me shumë qef. Mirë shumë. Po qëka do thotë për ty, Zoti Selim, klubi ku ti bën pjesë? Sa është i rëndësishëm? Familje sportive. Sa jeni bashkëpunus? Sa i ndihmoni njëri tjetrit, sa përkrajnë njëri tjetrin? Se unë po shove ti vetë, përveç që ke sjellë fotot tua, ti ke sjellë edhe fotot e shokëve që kanë marrë pjesë në përgara. Edhe po vret që e keni farë suporti shumë të madh për ata. Jena në komunitet shumë i vogël. Ka njerë, ka adrenalina, i nervuzë, po... E vetë kuptani njëri tjetrin. Ama që të fellne, ama ishtë të gurne, ku i more që ato, që është jabone, që është ta. Si do thmi, dvagëll tani të rritë. Pajtoheni prapë. Kur vjen fjalla që ju bashkon pasione, ju pajtoheni me gjithë Po, gjithë ka një arkova. Ka pas edhe raste ku... Ato momentet mira kur... A keni i natë me zveta ju? I natë është pozitiv. I natë pozitiv. Po, se aty qysh, kur hen në automjet, mu i me të posë shëk e jarane e gjitha, po qatë moment kur lëshohen pedalet, e fillon gara, aty mu është ajo ego, ose për me fitu, ose për çka ki bo sakrifis, ose e ki bo setupin automi, aty nuk e shek kërkan. Aty i ki qatë bo se një farë lejt tuneli, edhe më nu është parafërsisht si garus me po ku je,
është mirë qatë adrenalin, me ditë ku e në pikat kritike dhe ku e në pikat ku ti fitan. Se garusi e din ku fitan. E din ku fitan. E din qyshe ka, se asë një moment nuk është i njëjtë, qatë mire ka. Asë një vëzitjes është e njëjtë, asë një knashtësi, asë temperatura, asë kushtet nuk jetë njëjtë. Ashtë një sen që ndodhë qatë herë dhe mos ndodhë kërë. E qartë. Po që që vrenë saktësisht një garus dop dhe një garus që është pak ma i mirë, ma i fort? Garus dop nuk ka garus të mirë, po ka garus fillestar. E shef ku frenon, ku pe prejnë këthesën, ku pe ndrën shpejtësin, qysh pe ndrën shpejtësin, se ka për shamë laj si i ri, ka guxim, ka pasion, po një oria është që përvoja i mbyllë të gropat që më në ty me të mërë kohë, kështu, i rafshën. Do me thonë edhe përvoja ka shumë rëndësi. Po shumë ka rëndësi, së dhe mos edhe disiplina, se disiplina mu më ka një mu shumë. Më ka një mu shumë. Se shkesha, për shamë, 3 jo para gore se bësha ka një gjira. U ambientesha me stazën ku ko me vëzit, ma ndoj në i kshilë për i karuze veteranve të maqëm, që të kum hione, që shtë kum bohone, që shtë të të mja bohë, që shtë e merë kohër ma mirë. Që kjo është e familiarizime që e këna pas ketë në dërmjet vetë. Si garuse, na konë komunitet i vëgël, edhe po shumë isa vetë i kena kry punë. Bile na e thojna një one man, one driver, edhe një kime vëzit, qatë kërë kime ngarku, në kuk, qato kime shëti, qato kime shku, këtë vetë. Po ku shkonin në përfatësime ndërkombëtare, shkonin si ekip krejta? Po, ka mu, tash, ne normal që të kalu më një përmisu, edhe na kanë hapë mundësit, federata të regu e kujdeshme, ka zgjell njerëzit që kanë dohë me na përfarsu, që kanë të regu rezultat ma të mirë, rezultat edhe denjësisht, edhe kujna pos rast me shku deri në Portugali, edhe ka qenë, ma ndej kur del jashtë, kena nevoj shumë për me dal jashtë, me pa ambientin, mi pa garat, mi pa të arritjet, edhe për shemë na kam pagu automjet special që bord kere, s'kur të renta që i kanë, ne na shku shumë mirë, na shku marrë plan kera u thu. Edhe në regjen shkojna vetë, po foli për me shku marrë dikon 3600 km e në larkë. Po mirë shumë, edhe atje na kam pritë shumë mirë, kena kalu shumë mirë, kena pos vëzice edhe femna, edhe moshkoje, së cili ma mirë se tjetëre, ka në kategorinë e vetë, me liridën kalenderi ka pos një rezultat shumë të mirë. Mimoza Krasni që arjeta, arjysha. Me qenë se po jetë cikë dhe kategorinë e femrave. Unë e krejtë mësafirëve të mija u ujë pytjen. A me ndonë që vëzitë se ma të mire janë femrat, apo me shkujtë? A veçvarit për i shoferit. Femnat jënë, po na kaluin. Për fatësime. Janë ashtë kalu, tash na mënën mikëshyrë si femnat. Ama po na kaluin, edhe i kena mirë pritë mirë shumë, edhe i në ambientu, po mënejnë në gara që kena posë mundësi ju këna një mu, i këna mirë prit. E kena zona dokën ka qenë të parat që ka orë pas luftës, garuse. Edhe ajo ka menu që është pak ma letë. Hajtë të regom. A i fatë hajtë bre Allah ide se sot kësë sport për femna. Qështë e keni prit? Pak na dhe ke pak po vinë thane shpejt. Po, a? Po dikur edhe ajo pas, se ka pos vlovin e rdesin, ashtu babën garus, e pak ma me pedigri. Po mirë, që kjo është e që shëshnumi shumë edhe ma ndej edhe a jeta Kosova është vend i vogët. Shkojna na i neje, taku me bisedojna, edhe më taku neja familjare, na apet folin di qysh për banda osha për qështë. Nuk më një me i ka kështu saj. vetë, ama kështu të tërkojna me atesh, na i kojna ju, dvje pak more me folish për qato, po kurina veç vetë i kena qitë ma betë. Mirë shumë. Po cili është qetësi i suksesit kritë karrierës të ndëm? është përkushtime, disiplina edhe këngulja. Këngulja. Dhe me thonë, nuk mjafton me kam veç i gudzim shumë, po pa tjetër dush me pas veç të 3 kritere. Pune ekipore, se veç vetë nuk më shku bo kampion. Dush me pas një ekip të mirë, ekip të fort, që dikush është për pjesën mekanike, dikush për pjesën elektrike, dikush për vojnë këshilla që t'i jepë, kështu është e domosdoshme. është një si konglomerat i senën që do të mu afru, mu përput, ti si pilot, si vëzit. Do shkejt ato
mi ndi, me bashketu me tu, mi po, me ndëgju, ka nashta në momenton që mund është me menu që e ki pak ma mirë te, por në zbesoj. është fat. E kush mendon që është një prej garuzëve më të mirë në Kosovë? Une. Gjeneratës të... ma gjeneratës të em, na e në rritë me Ernesën, na është i takon një gjeneratë vite, fund vite, të dheta, kur ka bo gara në Karteng, në Shqipëstavi, e kështë, si qytetarë Prishtinës, na kena... Edhe në përgjithësit Kosovës që kena Ernesën. Apo ndryshe ketë janë kampionat, dhe ketë janë të mirë, po ato pak e kësha vequ, se kena mësu shumë pejtina, na ka nimu shumë, për shumë sene, po fuli për gjeneratën të em. E qartë. Po të kishe, do me thonë, mundësi me konkuru me qëta garus të ri. A kishe me u bo kampion prapa jo? Unë nuk du mi në shumë kolekta e kampiona, se e di, po ashta e kësha dhe në zërë, besoj që përvoja ime edhe... A menon që e ke marrë dhe vlerësimin që e meriton? Respektin po. Respektin po, po vlerësimin? Jo. Pse mendon që s'du ka dhonë vlerësimi? Vlerësimi është në sport individual. Nuk menova që se komor vlerësimin, po menova që komor respektin. Vlerësimi është qato që i komor, qato për hora, qato në logaritës si vlerësim. Kanë radhit në ato kategoritë e mija. Po. E komu shërmonin për ora, ndryshe edhe ja ku më falë shumicës. Atë shumë e donë këtë sport, thash, gjatë krejt kohës po emocionohesh? E pi pak limonat. A ke pas pjesë edhe të ndimon edhe është freskon, është vera. A ke pas nëjë padrejtësi që tu ka bo gjatë saj periuze? Okej. Ja, të na s'ko pa drejtësi, a dim se është matematikore. Nuk ko pa drejtësi. Të morë është menu që tu ka bo, po janë aty në bikëshysat, janë marshallat, e ki senzorat e startit, e ki senzorat finishit, që aty të e merë vesh ku je. Që aty aty nuk ko pa drejtësi. Për vlerësim, aty nuk e kom shtirë me folë, se me folë për t'i kanë tjetër moj, po për vetë i kom pak shtirë. Okej. Me gjithë se unë për juve, do me thonë... Po, unë e bëllë të regova, do të shtu fotografi në buka, shtu i në të regova që një komunitet... Me të po nga afer edhe njerës. Po, hajtë... Me ndo akrit eksperiencën tonë, dikon mund është me motivu. Besëm që ka shumë, po, ka rose, kur i këna një muë, kështu generatat e reja Karteng, kështu edhe që Baronin, Karabegon, Donin, të të njivë, Vronin, ka generatat që premtojnë saj përket automotosport. Do me thonë, derën ju e keni të hapun për krejt trin që dojnë me një këtë pacianë. Ata e kam posë familor që e morë me gora. Na i kena pak ma simpatik, na kanë orë mrapa, na kanë përkrau, na kanë bët tifa, nëse mëjë, se ti jam tifa, nashta dhëtë me kom pak ma e veçanë, po që kjo që është. Realisht është sport i veçanë, se nuk mundet me bu gjithkosh. Pak është e ekstreme. Jo, të na, pak ma shumë na lavdrojnë njerëzit, se na ma shumë e këna njësë pe i pasioni, pe i rrugët. Unë e një shumë shumë mi që në vëzita ma të mirë, se unë e kanë qenë, po se kanë po të rrugës më orë në pasion e kështë, me modesti për thëmë. Edhe po unë e pak këm gullja për kushtimi e kështë, pa edhe jo metë. Edhe këm jetë me vazhdu, deri sot në lenë. Me qartë. Trofet apo respekti njerëzve? Cila ka rëndësi ma shumë për ty, Selim? Trofet apo respekti? Po, respekti që. Respekti gjithë. A dhe qysh, trofet janë mesën, aty i fshini i bënë. Respekti është. Betë gjithmonë. Zotë Selim, cile kështë me ka një këshilë për kretat atrinë që dojnë me e ndjek që të rrugën të ande? Për autosport, për mëna. Mundës është pasione, durimi, edhe disiplina aty s'kiqore se e dhenë, se është ki punë bëj me shumë, është shkencë në vete, edhe pra po thëmë këngulja. Nuk bënë mu likështu ose mu thy, ose atë sikoronishtë tash, po kom shumë emocion, po ne kom të kalume në kështë, po është normale. Është normale për mu, se po thëj me kohën.
Normalisht që ki kujtime shumë të bukra, ki kujtime dhe të aty në sfidave që i keni pasë, sigurisht që emocionohesh. Gjeneratat e reja nuk e kanë ashta atë infrastrukturën që është kërkuhet, po e kanë një kogja, kanë stazë dhe i kanë të regullume, i kanë 2 stazë në Fiat Ces në nivel kampionatit Evropës juglindore, e kanë njerëzit, resurset, që është shumë sen me rëndësi, kanë disiplina me zgjedhën, po flasë këtë rast veç për disiplinën Hilltime edhe kodrinore, që në gjuhën Shqipe, ka karting, ka drag, ka respekt për ata pjesë e komunitetit tonë. Edhe qëto elemente, qëto 3 elemente që i ceka ma herët janë shumë të rëndësishme. Po shumë të rëndësishme për një garus fillestar, edhe që Donë me pas rrëfimi më gjatë. Këtë aktivitet është mirë me lonë edhe shembull të mirë, edhe në komunitet me të vlerësu, edhe me, se na peshojmë ka që sa aksidentet jenë në rrugës, kështu që lenja ato tema djemë të rinia, hajdeni se keni ku me ofru. Ma mirë është në gara me shprejet atë adrenalinën se sa në rrugë. Dikën e dëmëtën, ose më nëshme mja prisha dhe jetën, kështu që na rrugë ti kena për me funksionu jeta jonë, për nuk i kena për gara. Na kena kontri, kete kena shke ligjin ka pak, si s'kena pas, po ta është diçka ka, kësha po apel, leni ato, hajde në shtigje, knashëni, se gara edhe një sen, harrova me kalzu, knashësia është e para, tani vinë këtu tjerat. Gjithë. Zotë Selimi, falenderit shumë që ishe sot të pjesë automanisë edhe që ndove krejtë që të rrugtimin e për interesant. Ku me konë ma i fort, po pak u likështova fotografit. Mirë kuptume, unë thash, një karrierë mbi 25 vjetë, sigurisht që ka emocione. Inshallah folim edhe për dekada tjera. Hajde, inshallah të presim. Falenderit shumë. E tani ka koha me e ndjek autolajmet. Shojmë se çka kemi sjellë për çdo javë dhe kthehemi pas pak me pjesën e fundit. Miq të automanisë, kaq kishim edhe për këtë ditë diel. Kemi me u pa dhe dielën e ardhshme për orës 19. Qëndroni me ekranin e TVN-s se kemi se çka me ju sjell.